Përshëndetje dhe sot kena me përgatit një recetë tepër të mirë të kifleve croissant, double croissant, një nga recetat më të sheshme. Nëse doni me provu recetën, shikoni videon për ta kuptuar edhe mënyrën e gatimit. Fillojmë. Fillimisht në një enë shtojmë 250 ml qumësht të ngrohur, 7 gram moja buke. Vazhdojmë shtojmë sheqer, 3 lugë të gjillës me sheqer. Do me thoni mbushni plot me sheqer lugën, një vezë të plot, edhe 50 ml vaj. Vazhdojmë krejt përbërësit i përzim, edhe kështu derisa të përzihen mirë, të filloj sheqeri të shkrihet, mandej shtojmë edhe mielën, duke e shtuar gradualisht nga pak derisa të formohet brumi. Gjithmonë mielin duke e shtu, duke e përzier. Kështu derisa të na formohet një brum. Por mos të harrojmë të shtojmë edhe kos, 4 lugë të mesme kos, ose 2 lugë të gjellës me kos. Dhe në fund kryp një lugë të mesme. Do me thonë nuk e mbushni plot. Vazhdojmë krejt përbërësit i përzim, edhe kështu formojmë brumin e kifleve. Unë jam e sigurt që nëse do ta provoni këtë recetë, të gjithë familjat do ta pëlqej, e sidomos fëmijët, të cilët i pëlqejnë më shumë këto receta. Pasi formohet brumi, e lyejmë pak me vaj dhe do ta laj që të pushoj. Pra brumi nuk e bani edhe shumë të fortë, e lëni kështu që të dyfishohet për 1 orë, 1 orë e gjys, varet nga ambienti ku qëndron. Pasi brumi është gati, e marrim edhe e përgadisem. Tash e vendojmë në tavolinën e punës. Brumin vazhdoj edhe e ndajmë në pjesë të barabarta. Brumin po e shikoni që nuk e kam përzi, vetëm po e ndaj. Tash formojmë kuleç. Kuleç po i la kështu anash. Edhe jam e sigurt që kjo recetë përgatitet shpejt lehtë, provoni edhe ju për familjen tuaj, sepse ja vlen. Kemi formuar 16 kuleç, tash vazhdojmë edhe secilin kulaç e çelim në masinë e një pjate. Pasi kemi qelur të gjitha pejtat, vazhdojmë edhe i lyejmë nga pak me margarinë. Secilën pejt kështu, e vendojmë njëra mbi tjetrën, duke i bërë bashk pra të gjitha pejtat. 16 pejta i bojmë bashk njëra mbi tjetrën. Po e vreni që po i lyej në mes me pak margarinë, pra margarinin e lëni të qëndrojë në temperaturë dhome. Kështu ma letë keni me i ly pejtat. Po shikoni që kemi arritur në përfundim edhe të pejtës së fundit. Pejtën e kemi gati, tash vazhdojmë edhe e qelim në një pejtë të madhe. Do ta hapim atë sa do të na shkon pejta. Unë besoj që kjo pejtë do të shkoj mjaftueshëm. Para e rrotullojmë nga njëra nga tjetra derisa të formohet pra pejtë e madhe. Pastaj e ndajmë në pjesë duke formuar kifle. Kështu pra nga secila pjesë ne po ndajmë nga 3 croissant ose 3 kifle, sepse thamë që do t'i bëjmë pra double croissant, edhe tash vazhdojmë edhe i mbështjellim. Nuk ju shtim asgjë pra brenda, mbushjen nuk e boj me asgjë. Edhe tash kështu vetëm se i mbështjellem, pa i mbush. Pastaj do t'i leni që të pushojnë mjaftueshëm derisa të dyfishohen mirë.
ndoshta për 30 deri në 40 minuta në tepsi lëni të pushojnë, e mandej mbi do t'i lyej me të kuqen e vezë edhe pak qumsht, i bojmë bashk edhe shikone, pasi janë fryrë edhe janë dyfishu, i lyej me vezë. Vazhdojmë pra i lyej mirë me vezë. Furrën e shporetit do ta nxehni mirë para se me i shti me i pjek pra kiflet. Dhe kështu vazhdojmë i pjekim në temperaturë 180 gradë derisa të pjeken mirë. Shikone se sa kanë fillu kështu të fryhen, edhe vazhdojmë derisa të skuqen edhe të pjeken kështu. Pasi kemi largu nga furra, me njëherë i lyej me pak margarin mbi, pra nëse doni, nëse jo veç i mbuloni pak, edhe i leni pak që të ftohen. Pastaj i kemi gati për t'i provuar. Provoni recetën sepse ja vlen kjo recetë tepër e mirë e shishme. Ju boft mirë nëse do e përgatitni. Nëse receta ju del e sakt e mirë, shkruani në koment nëse edhe ju e keni përgatitur. Mirëmbëçi deri në recetën tjetër të radhës.